Shpërthim në një fabrikë eksplozivësh në Shtetet e Bashkuara. Disa të vdekur e të zhdukur, ndërtesa është shkatëruar fare. Një shpërthim i madh me strukturë ushtarake që trajtonte dhe prodhonte eksploziv në jug perëndim të Nashville ka shkaktuar vdekjen e disa personave dhe ka lënë të paktën 19 të tjerë të zhdukur, thanë zyrtarët e vendit të ngjarjes. Ngjarja ndodhi pak para orës 8 sipas orës lokale të së premtes dhe u dëgjua nga kilometra larg duke përfshirë qarqe përreth, raporton një deg lokale e CBS News. Video ajrore nga vendi i ngjarjes tregon veturina të djegura, automjete që janë përfshirë nga zjarri dhe pjesë të rënuara të objektit. Fabrika i përket kompanisë Accurate Energetic Systems e specializuar në zhvillimin, prodhimin, trajtimin dhe ruajtjen e eksplozivëve. Autoritetet lokale dhe ekipet e emergjencës kanë pritur në vend ngjarje, po sipas raporteve fillestare, një nga ndihmësit e parë tha për Associated Press se nuk është e mundur menjëherë të hyjnë brenda për shkak të shpërthimeve që vazhdonin. Në vend ngjarje po punon një numër i madh forcash emergjente zjarfikës. Tashmë zjarri është shuar, ekipet e shpëtimit dhe forcat e sigurisë, ndërsa hetimet paraprake kanë nisur për përcaktuar shkakun e shpërtimit dhe për të identifikuar të gjithë përfshirë. Zyrtarët ende nuk kanë shndërruar një shifër zyrtare të viktimave, deri tani thanë se janë 37.